Njëta situatë në Vlorë, zjarr tek fusha e mbetjeve. Ne jemi sot tu së bashku me dy kolegët kandidat për deputet, zotin Romario Memina dhe zotin Mario Runa. Jemi për të bërë një inspektim, ashtu siç kemi denoncuar edhe herë të tjera në të gjitha instancat vendore, edhe në Këshillin Bashkiak. Kjo është një situatë e përsëritur, e cila për fat keq prodhon gjatë gjithë kohës këtë situatë, një zjarr dhe ndotje për të gjithë qytetarët e Vlorës. Është një situatë e cila është keq menaxhuar, vazhdon të keq menaxhohet nga pushteti vendor dhe nga pushteti qendror. Kemi denoncuar gjithashtu edhe mos funksionimin e landfillit të Sherishtës, i cili deri tani ka marrë një kosto prej 10 milionë eurosh financim dhe që vazhdon akoma të mos jetë në funksion. Është bërë premtim disa herë nga kryeministri dhe nga kryetari i bashkisë se do të ishte që në vitin e kaluar në funksion, por vazhdojmë akoma të jemi në këtë situatë që kemi mbas shpinës tonë, ku qytetarët e Vlorës po elmohen me tymin kancerogjen i cili prodhohet nga vend grumbullimi i mbetjeve. Është një situatë apokaliptike, do ta konsideroja unë, e përsëritur nga keq menaxhimi, nga korrupsioni i cili ka prodhuar deri tani vetëm fatkeqësi në këtë vend grumbullim. Ne i bëjmë thirrje të gjithë instancave shtetërore të jenë sot në gatishmëri të plot, institucionet në varësi të bashkisë zjarrfikse Vlorë, e cila duhet të jetë tu prezent për të bërë të mundur lokalizimin edhe po themi shuarjen e kësaj vatre zjarri, e cila ka prodhuar deri tani një katastrofë mjedisore dhe po rrezikon madje edhe banesë atu në krahun tonë të djathtë. Gjithashtu i bëjmë thirrje prokurorisë rrethit gjyqësor Vlorë të njësi me një rretimet, sepse kjo situatë e përsëritur nuk është një katastrofë natyrore, nuk është një situatë e cila vjen për shkak të natyrës, por vjen për shkak të keq menaxhimit nga institucionet vendore. Patjetër që era sot me këto ritme e favorizon, po themi, edhe zjarrin, por unë insistoj tek pjesa e mos menaxhimit nga institucionet shtetërore dhe nga Bashkia Vlorë. Dredha, kryetari i bashkisë, disa herë ka premtuar edhe në Këshillin Bashkiak, edhe midis daljeve të cilat ka bërë këtu në këtë vend grumbullim, por ne sot vazhdojmë të jemi në të njëjtën situatë. Më vjen shumë keq dhe u bëj thirrje të gjithë instancave të jenë sot në gatishmëri për të bërë të mundur vënien në kontroll të kësaj situate. Ju faleminderit.